Ky emision mundësohet nga Podravka. Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur të Klan Kosovës, mirë se po takohemi në sezonin më të ri të emisionit Pasion e Profesion. Ne si gjithmonë në Pasion e Profesion kemi një muaj të një shteti. Kësaj radhe do kemi muajin e Turqisë. Pra do kemi edhe mysafir këtu nga Turqia, por do kemi edhe Andin, me të cilin do të shohim se çfarë receta do na përgatit ai. Ne kemi qenë në Stamboll, pra do shohim edhe bukurit nga Galata Tower deri tek Dolmabaqe pallati, por gjithashtu do ndjekim edhe një intervistë me një pronar të një restoranti i cili është shqiptar në Stamboll. E ndjekim së bashku materialin dhe rikthehemi përsëri në studio bashkë me mysafirët këtu. Shikues të dashur, muajin e Turqisë po e fillojmë tek një nga monumentet më madhështore të Stambollit dhe një nga shembujt më të mëdhenj të luksit të perandorisë osmane. Pra jemi tek Dolmabaqe Palasi, ku pra kjo është vërtet një monument madhështor, aq i bukur, i cili gjendet buz Bosforit në Beshiktash. Por gjithashtu, perandoria osmane për të ndërtuar tërë këtë monument kaq fantastik, thuhet se ka hyrë në borxh tek vendet e tjera. Gjithashtu, pallati Dolmabaqe u ndërtua midis viteve 1843-1856 me urdhër të sultanit, i cili donte një rezidencë moderne sipas stilit evropian, ndryshe nga pallati tradicional Topkapi. Ka një sipërfaqe rreth 45.000 metra katror me 285 dhoma, 46 salla, 6 hamame dhe 68 tualete, dyshemet prej parketit të punuar me dru të rrallë, tavane të zbukuruara me piktura, mobilje, qilima dhe perde luksoze të importuara kryesisht nga Europa. Është edhe llampa prej kristali bakarat në sallën e madhe, që peshon rreth 4.5 ton dhe është ndër më të mëdhat në botë. Ka edhe një bibliotekë të pasur dhe sallë pritje mbretërore. Ishte qendra administrative perandorisë osmane nga vitin 1856 deri në vitin 1922. Ataturku, themeluesi i Republikës së Turqisë, përdori disa dhoma të pallatit si rezidencë gjatë vizitave në Stamboll, ku ai vdiq këtu me 10 nëntor 1938 në orën 9:05, që sot mbahet simbolike dhe gjendet të ndaluar në dhomën e tij. Pra pallati është një muze dhe është një nga vendet më atraktive për të vizituar në Stamboll. Pra pallati Dolmabaqe është edhe ka edhe pjesën brenda të cilën mundeni ta vizitoni, pra duke bler biletat këtu menjëherë tek hyrja dhe mund të shihni më tepër rreth kësaj bukurie që e kanë ndërtuar perandoria osmane, por gjithashtu edhe luksi të cilin mund ta shihni brenda saj.
Shikues të dashur, tashmë gjendemi tek Galata Tower këtu në Stamboll, e cila është një nga vendet e cila vizitohet më së shumti këtu në Stamboll. Mund të vini, por gjithashtu dhe të hypni këtu lart dhe të keni një pamje madhështore të Bosforit, të Gjirit të Artë, por gjithashtu dhe të kontinenteve të Evropës dhe të Azisë. Kulla Galata është ndërtuar në vitin 1348 nga Gjenezët, e cila është quajtur kulla e Krishtit, por më pas në vitin 1453 u shndrua në një burg dhe një pikë vrojtimi për të gjitha zjarret të cilat bëheshin në Stamboll. Pra kjo kullë ka një histori shumë të gjatë, ku thuhet, disa mite janë që thuhet se nëse dy të dashuruar vinë për herë të parë bashkë dhe ngjiten në kullën Galata, atëherë dashuria e tyre do të zgjasë përgjithmonë. Kjo kullë ka shumë histori. Çdo shekull ka pasur restaurime, pas zjarrit në vitin 1794, çatia është riparuar. Në vitin 1831 ka pësuar dëmtime të tjera dhe studia e vitit 1875 i ka shpëtuar çatinë e saj ikonike, e cila u rindërtua vetëm në vitet 1960 gjatë hapjes për publikun. Në vitin 2020, pas restaurimeve, kulla u hap si muze, Galata Kullesi Museum, duke ofruar eksponate që përfshin artefakte nga periudha të ndryshme historike të Stambollit. Restaurimet të fundit të vitit 2023 dhe 2024 kanë përfshirë forcimin kundër tërmetit dhe kontrollin e kapacitetit, maksimalisht 100 vizitor në orë. Ka një pamje panoramike në 360 shkallë, nga terasa e sipërme shihen Bosfori, Gjiri i Artë dhe dy kontinentet Azi dhe Europë, dhe është një vend magjik për fotografi. Një nga më madhorët që është në histori, pra është historia e Hezrafën Ahmet Çelebi, i cili sipas legjendës fluturoi me krah prej druri nga kulla tek bregu i tjetër i Bosforit. Shikues të dashur, jemi tani në xhamin Hagia Sophia, e cila është ndërtuar në vitin 537. Në atë kohë pra ka shërbyer si kishë ortodokse për 900 vjet dhe pastaj është shndruar në xhami pra nga Perandoria Osmane. Në vitin 2020, pasi që një kohë të gjatë ka qenë muze, në vitin 2020 është shndruar edhe në xhami për falje, pra mund edhe të vinë të falen të gjithë njerëzit këtu. Kupolla madhështore e saj është një nga arritjet më të mëdha të arkitekturës antike. Ka një kombinim të artit bizantin me element islamik dhe mozaik të hershëm të krishterë, që bashkëjetojnë me kaligrafi arabe dhe elemente osmane. Brendësia është stëlisur me mermer të bardhë, mozaikari dhe dekorime monumentale. Është pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s dhe simbolizon ndërthurjen e qytetërime dhe feve të ndryshme përgjatë historisë. Çdo vit vizitohet nga miliona turistë nga e gjithë bota. Është kënaqësia jona që të jemi këtu pra tek xhamia Hagia Sophia, e cila njihet si një nga vendet më turistike të Stambollit. E janë me mua ta vizitojmë edhe brenda.
në Istanbul ka shumë shqiptar, e jemi tek një restoranti, një shqiptare, jemi tek Ondo, e këtu do t'jas bashkë me mua, menaxheri i restorantit, Ismet Bytyqi, edhe emrin edhe mbi emrin shqip, edhe flet shumë bukur shqip, se ka hezitu pak në fillim, por që do na tregoj më shumë rreth restorantit edhe që sa vite është restoranti, çfarë ushqimi keni këtu? Ondo është kjo vjet ka bën 21 vjet. 2004 që në restorantin. 21 vjet jemi këtu. E kemi gati 1500 metra është venin, edhe 68 punëtore kemi, edhe organizacion, qështu e kemi, qështu, këto. Do të thotë keni gjatë gjithë kohës kështu kaq të mbushur, se kaq shumë janë. Po, edhe në akşam për 60 ma shumë. Veç apet terën në akşam 10, full është, veç tash edhe kapak, gjithë det jemi qështu, kalablak. Nisman, a mush me tregu pak më shumë edhe rreth vetës. Sa shpesh vini në Kosovë? Unë e shumë, unë e... Qysh është ajo lidhja ju ndoshta me Kosovën? Vit 5-6 ere jam unë në Kosovë. Dhe për qef pe vi, veç jo punë, veç me qef, kam shumë qef me ardhë Kosovë, dhe para 2 javë jam kon atje, edhe Kosovë është veni jam, Prishtinë është veni jam, për ata gjithë shkoj, gjithë. Po, tregona edhe pak rreth restorantit. Qysh po shkon gjithçka deri tash? Gjithë qysh po shkon, sa ba herët për qelim dëgojën, sa o të 10, ka 4 punëtor veç me pastru restorantin një herë, edhe vinë këtë baqen, atje 2 baqe i kemi mrena, tualetat atje mrena, këtë pastrojnë, dhe 2 saat e gjys e kemi punë veç me pastru. Tani saat e 12 vjen kada në mështeria, terën 2 e kemi punën full, tani pej 2-5 shkon qështu, ka pak, veç apet kalablak, terën 5 vjen në akşam kër shelëm dugojën edhe atje full shkojnë. Qështu i kemi shumë kalablak punën, veç pelollëm shumë veç mirë, apet mirë. Çfarë ushqime shërbeni? Për gjithë ata nga Kosova, nga Shqipëria, nga rajoni që dëshirojnë me ardhë, me vizitu Istanbulin, ndjeni që e keni një vend shumë shqiptar, me ushqime shumë mira, po na tregon më shumë Ismeti se çfarë ushqime ka këtu. E kemi 2 kvalitete, kemi kebabin, turqisht thonë Adana Urfa. Kjo emrin është turqisht. Veç kur vjen misafiret shqiptare, unë e thoj kebab për 2 kvalitet, edhe djeks, edhe pa djeks. I merrem me shashtu ma mirë. Ka 2 kvalitet pule kemi, me sos e kemi pulin, edhe veç pull sop edhe me krahen. Do bëjmë sosin të mirë. Edhe mushkni e kemi, kvalitetin numër 1. Këtu Turqelia shumë ka qeft me hangur mushkin, edhe shumë shkon. Edhe një qëp shishe emnin është, turqesht, edhe ajtë sop mishët është. Kjo 2 kvalitet është numër 1. Mushkni edhe qëp shish emnin është, kjo numër 1 është këto. I përmendja edhe shqiptarë që vinë. Sa shpesh vinë shqiptarë dhe çka ju pëlqen më shumë me provu? Shqiptarë shumë shpejt vinë, se e dini këto shqiptarë janë, po, shumë, e ne kur im shkoj une atje shumë kalzoj familjen, atje jenë kalablak, kur i vjen, ditin nashta 2-3 familja vjen këto. Une nashta s'kom të veç, e din që është venin shqiptarit, shumë shpejt vjen, edhe kalablak vjen. Po shohim edhe ndoshta në pamje mund ta shihni edhe një nusë dhe një dhëndër me familjen e tyre që kanë vendosur që ditën më të rëndësishme të tyre ta kenë këtu tek Ondo. Dhe po shohim gjithashtu edhe shumë familjarë të tjerë që janë këtu. Ishte kënaqësi edhe jona si ekip e emisionit Pasion e Profesion të jemi këtu dhe të provojmë ushqimin i cili është shumë fantastik. E keni edhe një restorant tjetër? Po. A mund të shpëra drejtu se ku është edhe çfarë ushqimi ka? Ushqimi është njëjtë, po, këto. Pe këtu i të është një 15 km, ma lartë, ma i vogël, veç ma turqestojnë butik, ma butik është. Punëtore është ma pak, 25 punëtor e kemi atje. Kvalitetin njëjtë është, veç një katë, veç një veni shumë metropol, ma mirë një veni është atje, po. Ju jeni edhe kështu ekipa e restorantit, jeni
familjar. Po. Na tregove që keni shumë punëtor, dhe na ke tregu edhe mbrapa kamerave që përkujdeseni për punëtorët e juaj. Na ke tregu që edhe pjetën dhe gjitha i kanë të sigurume. Po, a keni pas punëtor shqiptar? Unë me punëtor shqiptar shumë pak kum punu. Se kjo sektori restorantit s'punon shqiptar. Ka restorantet, direktorat shqiptar ka veç. Punëtor shumë pak. Se s'punon. Ma kvalitet tjetër vend s'punon. Se këtu shumë rron është puna, edhe shumë zor, edhe me saat, me vakt është shumë. Gati 10 saat, 11 saat punon. Puni është zor, për ata shqiptare pak ma rahat janë, për ata s'punon. Na tregove për ushqimin, pa me disa pamje të ushqimeve të cilat përgatiten në Ando, po a më shpra tregu diçka për Istanbulin? Istanbullet, unë me kauzu Istanbullet e? Pse duhet vinë shikuesit e emisionit Pasion e Profesion në Istanbulli është shumë kalablak, veç shumë e mirë. Mirë është shumë e mirë Istanbulli. Çka ka diçka më të mirë në Istanbul? Çka bën më të mirët Istanbul? Ka vend me shëtyt shumë një herë, shumë ka. Bosopurs, atje te nashte i kanë një orta këj, Bebek. Kjo vend ato është dynjojt numër 1, për mu. Me gjërësirit me po, është numër 1. Dhe kalablak shumë ka vend me hangër, kvalitet. Edhe qështu shumë. Yani, amëlsijat shumë, ka kvalitetit shumë, i në super. Edhe buk me hongër është numër. Mund është me gjithë gjithë vend diçka interesant, Istanbul. Po qysh i fton shikuesit e emisionit Pasion e Profesion me ardhë në Ando, me provu ushqimin këto? Ondo, kur zhdryp airport, veç taksijat me thu Ondo, Alibej Këj, edhe u kryt. Me njëherë vjen këto, pa problem. Edhe si shqiptar, normalisht e kemi tradit, e kemi në gjak që mi pritin ta kemi gjithmonë madhështore kështu, po e them madhështore sepse kudo që shkojmë ku ka shqiptar është mikpritja fantastike dhe të presim kështu si s'po na pret këtu në Ando. Faleminderit shumë edhe për këtë intervistë, për kohën që po e ndajt me ne, por gjithashtu për ushqimin fantastik që e patët. Faleminderit. Mirë se erdhët në një edicion të ri me mua, Artën. Sot do ta bëjmë një ëmbëlsirë interesante, me që është edhe kohë e ftohtë. Do të përdorim kungullin, mjaltin, biskotat dhe do të formojmë krosherët e blikë. Përbërësit: biskota, kokos, qumësht ose ajk, kungull misiri, që të na zbuten. Me që kungullin e kemi të zier, ja kështu, do të filloj me shtyp me piru. Pasi kemi krijuar një puri këtë formë, atëherë masën do ta hedhim në një gastronom.
Shikues të dashur, kemi ardhur bashkë me Andin te Karagja për me I përzgjedh të gjitha enët dhe pajisjet të cilat na duhen për emisionin Pasion e Profesion. Andi, apo është sa shumë zgjidhje ka? Unë ajo më ndova më nalë një herë, si pa është për tërë. Po ma mirë që na ardhë dytë. Ka shumë zgjedhje dhe unë s'kam e ditë me vendosë, kështu që ti me vendosë për gjitha. Ma mirë që jemi dy dhe vendosim dy për një. Produktet që nga shumë të mira. Materiali stainless steel. Janë produkte pra me cilësi shumë të lartë. Unë bashkë me Andin, I zgjodhëm të gjitha enët që kemi pas në Pasion e Profesion. Kemi pa edhe në studio se si kemi me I përdorë dhe si do duken. Andi, a u knaqë sa të e vose, po më duket kjo është blerja ma e dashur e jotja. Shtë që më ndës po pres edhe mi të regu juve, si gatut në to dhe mi pa dhe të gjithë jo që kena zjedh nga për vete. Kështu që mos harroni edhe me ardhë në Karagja në Albimar. Shikues të dashur, ndoqëm së bashku edhe udhëtimin e Pasion e Profesion në Stamboll. E këtë udhëtim, por edhe gjithçka tjetër, dua të falenderoj Podravkën, e cila mundson çdo gjë, pra për emisionin Pasion e Profesion. E tashmë këtu në studion e Pasion e Profesion, I kam bashkë këtu Ozan Bekir dhe Andi Zhaveli. Ozani pra është një mysafir nga Turqia, I cili na ka ardhur në emisionin Pasion e Profesion, me të cilin do diskutojmë pak më shumë rreth ushqimit turk, por gjithashtu edhe rreth eksperiencave të tij, sepse Ozan ka punuar pothuajse në të gjithë botën. Me Andin, gjithashtu Andin e kemi këtu të shtëpisë, jemi mësuar me ta, do bëjmë edhe me Andin muhabet për ushqimet e ndryshme. Ozan, welcome. Thank you so much. Thank you for your inviting today for us, and this is the beautiful studio. So I'm so happy. I'm so happy to hear to doing something to provide for us to cook some food. And yeah, today I think we will have it a very good main course, which is we will start the first. And then after, for the next course, we will have the nice salad and the dessert, we will finalize it. Yeah, for the next week. Yeah. Pra edhe për javën e ardhshme Ozani po na tregon se do ketë sallatë dhe desert, por këtë javë ka vendosur të ketë pra një pjatë kryesore këtu në Pasion e Profesion. Ozan, do you like Kosovo? How do you like it till now? Yeah, for sure. And I'm almost 3 weeks here, so I'm staying in the Ferizaj right now. I'm working in the one of the biggest restaurant in the Ferizaj. Can I tell to? Can Yes, I mention course, it? yes. Which is the Grand House restaurant in the Ferizaj. And we will have it coming soon. Also, very delicious food there. So I'm very happy to stay here, and I like the people, and the people are so cool, and I'm very happy. I thought that you're saying cold. We're not cold right now. Right now, cold and cool. Right now it's cold, but Yeah. We're very good people. So Yeah, I think that thank you for your You mean that. warm welcoming, and I'm very happy to stay here. we are happy to have you here and thank to you so tell much. us more about the food. What's the dish for today? What are you preparing? We have today the black Angus. Black Angus, which is from the animal to the contrafillet side, and which is the marbling is like as you see, the marbling is the more fat and more the softer. You know, this beef is very delicious side for the animal. So this is the black Angus, like a black cow, and it's very like it's from the New Zealand. It's taking time to from the another cow to very difficult to grow with these animals. These animals need to be patient and need to be like the more care about them. You know, it's not easy to for this kind of the beef to find everywhere. And but we have a good bazaar here. We find it at the end, and today we are going to make it a black Angus beef, and we will have it yuzu puree and edamame and the blackberry and the kale leaves.
so I can wait to try it. It's a very good meat. Yeah, for sure, for sure. Yes. This is the top of the beef. Yes. Yeah? Yes. So, did you have time to talk with Andi? Yeah, for sure, for sure, for sure. Please. Andi, mirë se na vjen në Pasion e Profesion, mirë në se- shtëpinë tonë. Mirë se erdha dhe te Arjan. Si kalove sot, si shkoj gjithçka? Atë ka marrë malli. Mirë super, po ka marrë malli, marrë me gatu këto. Sidomos sot që kena dhe ozoni këto. Një shef shumë i mirë, këm pas rasin me folë para misionit me ta. Kena diskutu për shumë receta të ndryshme. Edhe sot kena vendosur me zgjedhë një ndër mishat më të mirë për mi gatu bashkë. Ai kom i gatu në mënyrën e pjekës, kurse ne kom i gatu në mënyrën e gjallë. Do më thonë, kom i bo carpaccio, black angusin, cilin spjegoj edhe është ndër mishat ma soft, ma të butë në botë, ma të mirë të në botë, lëp trajtim ndryshe, mëndzis po pas për bo, edhe po në mirë që u dhe këtheja, apet ku kom vendin. Normalisht. Edhe unë me zi po pres mi provu të dy recetat, si gjithmonë në fund. Po Andi, kemi diçka të re këto. Po shojmë pak ma shumë gjallëni në studio, Ma apo jo? shumë ngjyra, E ma ma shumë shumë ngjyra, ma mjete. shumë mjete. Edhe mjete shumë të mira. Pra, këtë sezon, na u ka bashku edhe Karagja. Do kemi en tigan, en shumë të bukra dhe shumë moderne nga Karagja, cilat mundeni me i gjetë edhe në Albi Mall. Pja u tregoj pak që shto, Gjitha enët, po gjitha që ja enët. vlen. Besoj që gjithë ata që janë për shtëpi tash të e shiku edhe emisionin, kanë me i thika. pas atë mira janë, trego edhe pak ti për Nga modelet thika. edhe për kualitetin që e kanë Karagja. Nga thika deri te pjata, deri te fertere, deri te tenxherët, e kena rastin me marrë të Levant te Karagja, edhe kena pas mundësinë me zgjedh më të mirat, edhe kena pas mundësinë me zgjedh ato të gjitha të mira, kështu që në rëmë përfundim. Kanë qenë kështu vendimet ma të vështira në jarë që i go Zgjedh marrë. për kuzhinë se ke gjithë shka. Po gjithashtu na kemi marrë dhe shumë produkte edhe për shtëpit tona, mos harroj me e cek se janë shumë mira. Mu ka pëlqy shumë kë blinderi, shumë për qefje kam. E kemi edhe ngjyrën e zezë, kështu që Karagja do t'jetë bashkë me ne në këtë sezon të re të Pasion e Profesion. Ozan, Yes, please. how's it going? It's going good. I just put the beetroot and to boil it because I will make it a puree and with the beetroot, and we will have it yuzu sauce as well with sauce and with the edamame leaves, and we have a kale. So it's going well, and after 5 minutes I will cut the beef as well with the cube, and we will grill it later on the last minute, because this beef is very sensitive. It's I prefer to use like a medium well. I like to eat the beef like a juicy, so it will be very tasty. You can taste it like when you cooking the beef the medium well. It's you feeling the like really you are eating you are tasting the beef. And also this beef, no need to cook it like a medium well. Sorry, the well done, because if you cook the beef is like a juicy, it will be like you will feel like really you are tasting the beef. How do people like the beef more here in Kosovo? I think they like to eat well done. Okay, well, Yeah, more crispy. Okay. Which is I'm very far away from these things. And by the way, I would like to mention it like Karagja things as well. Like and I saw with a lot of quality, and Yes. we have very nice mixers and KitchenAids, which is I'm very happy. I'm proud of I'm from Turkey, and they're from Turkey. Turkish brand is in the Yes. Kosovo, and I saw it, and I'm very happy to see this kind of things from my country to going another bazaar, and I'm very proud of the Karagja company. In Pasion e Profesion, we always have the best products. From Podravka, Vegeta, till now to Karagja. That's great. So, That's great. That's great to see it. That's great to see it. e shikues të dashur, përshkëputemi për një blog të marketingut, përqëndrojmë ne sepse do rikthehemi vetëm pas pak.
Shikoj së dashur, rikthyem pra pas bllokut të parë të marketingut, e tani është koha që t'ju tregoj diçka për Vegeton. Vegeta pra vjen me një paketim të ri, por është shija e njëjtë, shija me cilën jemi mësuar gjithmonë ta përdorim në ushqimet tona, edhe në shtëpi edhe gjithkund, pra pa Vegeta nuk mundemi. Është pra shija e njëjtë, është produkti i njëjtë, por vetëm ky paketimi ka ndru, është një paketim modern shumë i bukur. Andi, mos më duhet Vegeta? Gjithë më duhet ajo. Po shkoj për jap edhe Andit një Vegeta. Andi, që shpo të shkon? Super. E ju tregova që është shija një Shija e njëjtë e është. Vegetës, Unë shpe nuk e ndroj. se paketimin e kena mdu, po shija bete gjithmonë e njëjtë. Paketimi shumë i bukur. A të pëlqen ty? Hajdo, Andi, qa për nga bëjnë tash. Andi, a ki qenë ndonjëherë në Turqi? A ki vizitu? Unë zakonisht në Turki shkoj bëj pushimet. Edhe një ndër arsye që shkoj bëj pushimet është shumë dëshmëria për me hungur, pasi që unë në kuzhinier jam. Kam qef me provu ushqime të reja, nuk jam gjykuese në ushqime, nuk jam gjykuese në shijer, po kam qef me provu llojshmëri, edhe Turkia të epat llojshmëri të ushqimeve, edhe shijet mira. Kështu që një për vendin preferuar për pushimet mia dhe me hungër mirë e krejt është Turkia. Shumë, me hungër shumë. Hungër shumë. Por edhe ushqimet e shpejta i kanë shumë mira. Çka të pëlqen më shumë ty nga ushqimet atje? Po zakonisht e nispi i kanë do ushqime të rrugës. Unë për Turkia është edhe do ushqime të rrugës cilat i bojnë, i kanë në mënyrë natyrale i bojnë, disa tosta, disa me peshk, kanë donerën e kanë të mirë, i kanë mos të harrojnë ëmbëlsirat i kanë të mira. Që më pëlqejnë këto ëmbëlsira tradicionale. Tash që po e mendoj, kur kemi qenë në Stamboll, kemi provu shumë ëmbëlsira, po diçka që tash po m'bjen mend edhe shumë e kisha provu është baklava me akullore. Po cilë mundemi me gjetë edhe në Kosovë? Po. A na bën Andi një ditë baklavë? Po mo. Kisme. Ozan, I told everyone that you worked in so many places in the world. Yeah. Can you tell us more about your experience? Let's start from at the beginning where Yeah, I grow it, yeah. which study I did. The name is Bolu Mengen Culinary School. I started this school 2007 and 2011. I graduated there. Then after If I'm not wrong, that's the best school. Yeah. Our school is like 40 years already. From 1985, they started this school, until now we are in the everywhere in the world. You know, all the success chef is like almost. I'm very proud of to say that from our school, because from Ottoman time till now we are in the everywhere, all of the country. So really, I'm proud of to say that, and our school is first culinary school in the Turkey. Yeah, I can say that. Then after I work at Vietnam, Bahrain, Saudi Arabia, Abu Dhabi, Dubai, Egypt, and Cyprus, and of course the Istanbul, Antalya, and Bodrum. And Now in the best place in yeah, Kosovo. right now I'm in the Kosovo, and I'm very happy to join in Kosovo. Really, I would like to stay a long time in my career in Kosovo. I can say that. Yeah. But which was the best place that you can consider that has helped you in your... I can say it Vietnam, because Vietnam in the Asian country, so Asian is, as everyone knows, is a very natural country, so life is beautiful, all kinds of things is available, from fruits, from the beef, from the everything, whatever you need it, you can find it, and I can say the Asian country is best for me. Ozan, and who influenced you to become a chef? Actually, in my family, there is no one chef. Okay. Yeah, and my cousin father was working before in London. He was working as an executive chef, and my cousin told me, let's go to start the culinary school. I said, okay, why not? And I don't know anything at the beginning. Did you have any other option? For sure, I would like to be army before. Okay, yeah. okay. But my cousin is
invite to me to tell me the affect me to be as a chef and as I start the culinary school. And by the way, he is not doing right now his job. Yeah, and he is translator. Okay. So right now. But I'm very thankful for him as well to make me to start the culinary school. Anyway, I would like to do it this job like in my whole. If I am very healthy for future, I would like to do it forever. This job because For your whole life. Yeah, I'm very happy. I'm very happy to this life to working as a chef. You know. Do you have a place where would you like to work? I can say the Europe side. See, I start from Kosovo. Okay, so then So you go we are going to Europe side, you know. Andi, që po shkon gjithçka deri tash? Super. Kom të më shku dhe pak të Ozani mas nej. Pse? Me këshyrë, po kësha Do në kësyra? Hajde, okej. Po vija dhonet e jo. Ozan, Water. Ozan, Yeah. are we doing good? All good. A All good. keni All shkëmby good. na ide, na i diçka Andi që mundeni me bu bashk? Në shtanë të ardhmen, pse jo? Ma shumë, se na sot dina po, ma shumë u thonë ta kem më njoftu, me kalzu, ku kena punu, qa po punojmë, qa po bojmë. Do shta Qysh dhe- është kultura atje, qysh është to, qysh janë mjetët atje, qysh janë mjetët këto. Maybe you will share the recipes, Ozan. Yeah, with why Andi. not? Why not? Why not? Why not? I can share it. You know, I don't like to be the anytime for anyone to keep it hide some recipes or some information, because I would like to share it all the time to what I know. As much as possible, I would like to share, because if I can teach for someone to something, I'm getting very happy. I'm really this. You have to share it with everything, like for this job, to know another people. It will be great for us, for everyone. Yes, of The life is beautiful when you are sharing. You know. Of course. E shikues dashur, për disa unë dhe Andi jemi këtu duke i shikuar Ozanin, po juftoj që të ndjekim së bashku edhe një blok të marketingut, blokun e 2 të marketingut, dhe rikthehemi vetëm pas pak dhe i shohim recetat e Ozanit dhe të Andit. U rikthyem nga bloku i dytë i marketingut në Pasion e Profesion. Andi dhe Ozani janë duke përgatitur për pjatën, janë në procesin e fundit kështu të pjatës, e unë po du me ju tregu diçka. Po du me ju tregu për produktet më të reja nga Zovade, e cila është pra meseli në Katar. Pra kjo kompani ka teknologjinë më të lartë të përpunimit të ushqimit. Këto janë ushqime të shpejta të cilat ju të gjithë që nuk keni kohë, keni një dinamik, mundeni me përgatit shumë shpejt, por janë edhe produkte shumë cilësore. Unë për vete i kam provu disa produkte, sepse edhe nuk është që kam shumë kohë me përgatit në shtëpi se merë kohë të madhe, po që këto produktet e Zovade Katar na kanë lecu shumë jetën. Apo jo, Andi? Ne kom buar janë edhe një recet me produktet e shpejta, cilat të vinë për Katarit. Kështu që joftojmë në di që Që po ato besoj edhe i ki provu, se unë i kom provu kanë qenë shumë të shishme. Gjdo javë kam i provu me tregu njerëzve se sa shpejt botë dhe sa mirë është. Për neve që kemi jetë dinamike. Andi, po besoj që edhe ti në përfundim kështu, Po thoj se se gati. kështu ju thash edhe shikuesve. Po thoj se gati. Ozan? Wonderful smell. I love the smell. Yeah. So you're in the end, I think. Exactly. Okay. We are at the end. How do you rate your experience here in Kosovo from 1 to 10? I think we have to more grow from gastronomy side. Like I mean, like we can. It will take maybe 5 years or 2-3 years to finalize everything. Okay. Yeah.
So let me explain So the you will step. be here for a long time, I think. Yeah. Why not? I would like to be here. So let me explain what we did today. We have a beetroot puree downside, and we have a kale, and we have a Wagyu Black Angus, and this is the yuzu caramelized sauce. And at the end, you can see like that, and we can just show a little bit like a Nusret. No, I will not provide to use it like as a Nusret. Okay. So we will be as a normal. So our The plate plate is will ready. be like that. I can wait to try it. Yeah, why So, not? I think it's time, Andi. A jemi gati? Po, Po më duket që është koha edhe me I provu ushqimet. përshëndetje për të gjithë ju, edhe si që tha Jana ma heret. Këto janë produktet e Zovade, janë prej Katarit, janë produkte cilat gatuhen shpejt. Unë sot kam vendosur mi bo një me misht të viçit, një hamburger, edhe kemi pa procedurën, në sa shpejt bëhet, për ata njerëz që kanë të qejf me bo shimin e shpejt, to vinë gatshmet. Juja është që veç me pas një fartire në shtëpi, me nxjerrë sa copa e dëshironi me I bo, ju tregoj. Pak vaj, ose mishin vaj, derisa mishi bëhet. Na po vëmë gati bukën. Mishi po thuj sa gati. Si që patë edhe vetë, për 3-4 minuta është hamburgeri gati, me këto produktet e Katarit të Zovade. E shikos dashur, tash është momenti pra I preferuar jemi, ku unë kam I provu edhe këto ushqime kaq të mira. Pra unë po shkoj edhe te këndi I bukur I Premium Bakery, ku po ju tregoj edhe prej disa produkteve të tyre që I kanë shumë të shijshme. Po besoj që tashmë të gjithë ju shikues të dashur të emisionit Pasion e Profesion jeni mësu me produktet e Premium Bakery, të cilat po besoj dhe po shpresoj që I konsumoni edhe në shtëpitë e juaja, siç bëjmë edhe ne këtu në studio, por edhe në shtëpitë tona. Pra, kemi shumë llojshmëri të produkteve, gjithashtu edhe për gjithë ata fëmijët e dashur, kemi edhe donuts, cilat janë shumë të shijshme. Pra, Premium Bakery është gjithmonë me Pasion e Profesion me këto produkte, pra me bukë shumë të mira, shumë të shijshme, por edhe me kualitetin e tyre që e ka gjithmonë. Pra, unë po I pres tash edhe Andin bashkë me Ozanin, me I sjell edhe pjatat këtu dhe me I provu. Here we go. Delicious. Thank you. Welcome. Faleminderit shumë Andi. Faleminderit. Thank you Ozan. Teşekkürler. Rica ederim. Çok teşekkürler. Unë po I provoj pra edhe këto pjata të mrekullueshme, por gjithashtu po duam ju tregu përsëri për Karaxha. E kemi edhe këtë setting këtu të pjatave të enëve të mrekullueshme të Karaxhës, por gjithashtu edhe me cilësi shumë të mirë. Shumë e shishme. Po ku mbetën Andi me Ozanin? Ozan, you have to come here. Ja. Andi, apo na vjen se na le vet? Andi, e mrekullueshme.
Ozani na tregoj pak edhe curin e deri tek përgatitja e kësaj pjate, po du me dëgju edhe prej Andit se si ka ardhur deri tek kjo përgatitje. Ky sosi shumë i mirë. Na sot jo tregum që kena zgjedhë një mish shumë të mirë. Ky mish ka nevojë për një trajtim të veçantë. Pasi që kolegu Ozani ka vendosur me bën mënyrë të pjekur, ne kam vendosur me jap një trajtim më ndryshe, me pas dy pjata ndryshe. E kam bën në mënyrë carpaccio, që është mënyra gjallë, ku lihet e mishit po shoj vetëm me pak vaj ulliri dhe kryp. Pastaj përsipër në forën e pjatës edhe shihet që e kena ashtu është açuke e marinune, janë baja me feta të cilat i kemi pjek, është pak djathë grana padano, është pak rukoll me spinaç, edhe ky sosi i cili përmban senth, vezën e kuqe, edhe pak krip edhe biber. Po ashtu edhe pak truffle oil ose vaj tartufi. Faleminderit shumë Andi. Ozan, that was wonderful. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for being You're here. most welcome. You're most welcome. I'm very happy to work with RD and with you, and we make I think, a very enjoyable program. Yes, of course. Yeah. E shikues dashur, kjo ishte e tëra edhe për këtë epizod të Pasion e Profesion. Mos harroni të na ndiqni edhe javën e ardhshme në po të njëjtin orar, e unë dua të falenderoj përfund Podravkën si gjithmonë, e cila mundson çdo herë realizimin e emisionit Pasion e Profesion. E ne jemi së bashku edhe javën tjetër bashkë me Andin dhe me Ozanin. Ky emision mundësohet nga Podravka.